Mbi 100.000 protestues paralizohet Beogradi tubimi bllokon transportin. Një protestë masive udhëhequr nga studentët dhe mbështetur nga qytetarët po zhvillohet në Beograd në sloganin 15 për 15, duke ju referuar 15 viktimave që humbën jetën nga shembja e një tende në stacionin hekurudhor të Novi Sadit. Sipas planit të studentëve, tubimi kryesor do të bëhet në orën 16 para parlamentit të Serbisë, ndërsa aty afër do të vendoset një podium në sheshin Slavia. Për ditë të tëra, studentët kanë marshuar nga pjesë të ndryshme të vendit dhe deri të premte në mbrëmje të gjithë kishin mbërritur në Beograd. Disa vrapuan deri në kryeqytet, të tjerë mbërritën me biçikletë, shumë ecën në këmbë, ndërsa një numër i madh prej tyre dolën përdorën transportin publik. Mira e qytetarë i pritën në qendër të qytetit dhe tubimi zgjati për disa orë të tëra, duke marrë mbulim nga mediat ndërkombëtare. Kjo është protesta e 4 e madhe në vend, ndërsa tubime më të vogla vazhdojnë të mbahen çdo ditë në qytete të shumta në mban Serbisë. Këto protesta mbahen në mbështetje të kërkesave të studentëve për llogaridhënie institucionale dhe për t'i dhënë fund korrupsionit që sipas tyre çoi në tragjedinë që mori 15 jetë. Përveç kësaj, qytetarët anë mban Serbisë mbajnë një momenteshtje çdo ditë në orën 11:52 në kohën e saktë kur tenda ushem në Novi Sad, duke e qëndruar në nderim për 15 minuta, një për çdo viktim.